Po bëhet prapë zhurmë e madhe për reformën drejtësi. Jo nuk dija ka në një vend tjetër në Europë, në botë, që mas çdo zgjedhje bëhet reforma territoriale. Çfarë të re do të sjellë kjo reformë në një kohë që opozita thot herë hym e herë sym, herë dalim e herë rrim, dhe në fund tash më pranuan që të hyjnë në komision, dhe fundi dihet, këto kanë shumicën, do të vendosin, dhe unë çfarë përfiton opozita në gjithë këtë zollamahi që bën, dhe në fund ngren fortun gotujtë dhe në fund ulet dhe i thot po do vim. Dhe edhe pse do të jenë kundra, nuk kanë asnjë fuqi. Për çfarë bëhet gjithë kjo? Atëherë Demalia, ose çfarë do të ketë ndryshe kjo reformë nga territoriale, ose çfarë do të bëj që të jenë zgjedhje të rregullta në mënyrë, Unë kam qenë gazetar terreni dhe kam ndjek me vëmendje reformën e parë territoriale në vitin 2015, kur konkludua. Ka patur mbi 370 njësi bashkiake, bashki, komuna, Shqipëria në atë periudhë kohë dhe u bën 61. Për i të së vërtetës ishte një gaf e patolerueshme mos pjesëmarrja e Partisë Demokratike në atë komision që u bën atko me Bledi Çuçin që ka qenë kryetari i komisionit dhe ministër për pushtetin lokal. Dhe përse duhet të jetë opozita? Sepse kjo është shumë e rëndësishme. Do t'ju citoj vetëm disa fakte përse duhet të jetë. Kanë qenë mori pjesë PDU-ja në atë komision dhe insistoi që duhet të ishte bashkim në vete Konispoli, meqense ka një numër të lartë me popullsi çame. Dhe u bë Konispoli bashki dhe kemi bashki. Ndërkohë, insistoi PBD-ja në atë periudhë kohe, në bashkëpunim, sepse zoti Dule, pavarësisht se tani ka kaluar me Partinë Demokratike, po në atë kohë ka dalë deputet nga listat e PS-s, për gjithë ata që kanë harruar. Madje nuk e fitoi dot mandatin, ka qenë një lloj shkelje syrie zotit Rama që kaluan vota nga PS-ja tek ai në 2013. Se ne kemi arkivin këtu është, pavarësisht tani është bërë opozitar dhe është e drejta e tij, asnjë gjë kundër. Dhe zoti Dule insistoi që Dropulli duhet ishte bashkim me vete.